Agjerimi, që shtu e ka përshut pejgamberi, gjunne është kështil, si kalaja. Për shumë kalajnë të kaluran, është përzuar si mburoj nëse armiku nuk mund me depërtu fara aty. Agjerimi trunë tyje. Pse trunë tyje? Kur nuk ha dhe nuk pi, nuk ki shumë pasion dhepsh. Kur ha njëri pi, ma shumë anë gjunaje. Bot ma shumë zullum qarë, mizor, shikon me sy, ja ka në shumë sene, ban padresi, kur ha shumë, flet shumë, vash dhe mbet. Momentin që agjeron nuk ha nuk pi, edhe nuk ki ma as pushtet me bot diçka të keqe. Këtë të janë në favorin tanë. Ma dhe i dërgur Allah e ka dhënë një recept, një ilaç mirë, ka thonë, o ju të ri, kush ka mundësi më martu, le të martohet. Se martesa të arun syrin, të arun nderin. E nëse nuk mund është më martu se të mungoj kushtet ekonomike, s'ki pak, nuk e ki një dhogë, nuk e ki një shtëpi, atër ka thonë, agjeroni. Qëre? Alternative dytë, agjeroni. Sa agjerimi të ruan nga haramë dhe nga të qijat. Qëre, agjerimi ka shumë opcione dhe alternativ për shumë sene që është në interes dhe favor. Dynja, ditën e gjukimit, natën e dhurit, me një fjalë shumë është opcion i rëndësishëm për të arrujt njëri ftyrën e vetë, derën e vetë.